Takimi i katërt i nivelit të lartë politik mes Kosovës dhe Serbisë mbyllet me një marrëveshje të përkohshme për vjeljen e taksave në dogana. Përpos kësaj, duke folur për mediat pas takimit që u mbyll në orën 1 pas mesnate, kryeministri kosovar Thaçi tha se Serbia ka pranuar të heqë strukturat paralele të sigurisë në veri. Sipas tij, për herë të parë pala serbe ka marrë përgjegjësinë për shpërbërjen e këtyre strukturave. Thaçi theksoi se Kosova do të respektojë vullnetin e qytetarëve në veri, që të zgjidhin në mënyrë të lishme përfaqësuesit e tyre. Qeveria e Serbisë merr obligimet dhe përgjegjësitë për zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe largimin e tyre nga Kosova, ndërsa qeveria e Kosovës në përputhshmëri me kushtetutën, ligjet dhe dokumentet e presidentit Ahtisari prezanton tek baronesha Ashton mundësinë dhe përgjegjësinë për normalizimin e gjendjes në veri. Ndërsa kryeministri i Serbisë Dačić ka thënë se Serbia nuk e njeh Kosovën, por respekton përkohësisht territorin e saj. Ndërkohë në një komunikat për mediat, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme në BE Ashton njoftoi marrëveshjen e palëve për mbledhjen e taksave duke u bazuar në marrëveshjen e dhjetorit për menaxhimin e integruar të kufirit. Ashton paralajmëron intensifikimin e dialogut Prishtinë-Beograd gjatë muajit të shkurt, por nuk përmend një datë të saktë se kur do të rinisin bisedimet.